Në tërë Biblën, Adami përmenet 20-30 herë. Po, ashtu sot, me informacionet sot kam ju me këtë kallopit Fejs Bagdadit, se me ndjek kallopin e Fejs Bagdadit nuk përfiton kur gjomë, me keqari ju afe. Une me kallopin e Fejs Bagdadit çdo herë vetëm i kum shumë muri. As nuk jam ndje i lumtur në shpirtin tem, edhe kum posi diçka mungon, po në momentin kur jam kthy me kuptu se Adem jam unë, prandaj po ju them, kur e lexoni Mushafin, duni ju me vëndu një raport me lajmet që janë aty. Unë e di se të gjithë njerëzit nuk e kanë mundësinë dhe kapacitetin dhe e kanë ma lehtë me të nime dhe me të thanme. Po kjo me të nime dhe me të thanme len lëç. Po ndryshe është kur ti futesh brenda informacionit dhe merr informacionin për vetë vetën. Pra, kur jam futune Mushaf, me kuptu Mushafin këtë raport, unë në raport me germat e Mushafit, se janë kështu, si përmendëm kështu, kanë ndryshu çdo gjë.